Sëmundja e lisë së deleve po shkakton dëme të mëdha materiale dhe po rrezikon ekzistencën e dhjetra fermerëve në vend. Nga asociacioni i blegtorëve alarmojnë se situata në terren është kritike, ndërsa reagimi i institucioneve përgjithëse vlerësohet si i vonuar. Sipas kryetarit të asociacionit të blegtorëve Naser Xhemaili, dëmet tashmë kanë prekur pjesën lindore të vendit, ku mbi 100 fermerë kanë humbur të gjitha tufat e tyre. Situata është alarmante, deri tash kemi mbi 10.000 vend të humbura në nivel të shtetit, kryesisht në matlimin lindore, edhe mbi 50 fermerë i kanë humbur tufat e tyre dhe prej tash ditën nuk kanë më çka merren. Me thënë bëhet fjalë për ekzistencën e tyre. Institucionet heshtin, realisht thonë se bëjnë diçka, por nuk bëjnë asgjë. Ne si asociacion kemi kërkuar para 3 javësh të mbajmë një mbledhje të përbashkët me Ministrinë e Bujqësisë, Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, Veterinarëve Komorën dhe Fakultetin e Bujqësisë. Mirë po, ajo zgjati 3 javë, derisa pritëm bashkohemi edhe kur e mbajtëm mbledhjen, domethënë mungonte drejtori i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. E dim se pse mungonte, sepse nuk kishin përgjigje për ne ku janë në procesin e vaksinimit. Realisht për Maqedoninë Lindore është shumë vonë, për arsyen se nëse vaksinohen delet e smura, më thonë ato mbasditit dhe ngorë. Nga ana tjetër, zëvendës ministri i Bujqësisë Albrim Hoxha thotë se numri i vatrave aktive është ulur nga 30 në 11. Ai sqaron se janë kërkuar 500.000 doza vaksinash nga Turqia, por procesi i vaksinimit mbetet pezull për shkak të koordinimit me Bashkimin Evropian dhe rrezikut të bllokimit të eksportit të mishit. Ajo që duhet theksohet ose nga rreth 30 vatra ku sëmundja ishte aktive, aktualisht kanë mbetur vetëm rreth 11 të tilla. Agjencia ka bërë kërkesë për sigurimin e rreth 500.000 dozave të vaksinës kundër kësaj sëmundje nga Republika e Turqisë, ndërsa ne si ministri presim dritë jeshile dhe jemi në koordinim të vazhdueshëm me institucionet e Bashkimit Evropian, pasi vaksinimi në këtë fazë mund të ndikojë edhe në tregun në eksportin e mishit të qenjit në tregun evropian. Pavarësisht paralajmërimive për ndalimin e eksportit të mishit, blegtorët insistojnë se vaksinimi duhet të nisë mënjëherë, pasi ruajtja e kopeve është prioriteti kryesor. Mund të ketë një ndalesë, po ne si blegtor e kemi biseduar edhe me gjithë blegtorët në nivel shteti, se ne e pranojmë atë ndalesë. Pse e ndalojmë? E ndalojmë sepse neve nëse na shkojnë baktit, çka na duhet mishi, ku do gjejmë mish të dërgojmë jashtë shtetit. Do të thonë nuk ka logjik kjo, baza e atyre që kapen për këtë pengesë. Do të thonë Ministria, Agjencioni i Ushqimit, institucionet mbrohen me këta se kemi ndalesë, neve nuk na pengon ajo. Bile na ndihmon zhvillimin e kopeve dhe më thënë rritjen e numrit. Greqia po përballet me njërën nga krizat më të mëdha blegtorale, ku janë konfirmuar mijëra vatra nga rajoni Evrosit në lindje e deri në Pelopones, duke çuar në asgjësimin e mbi 400.000 krerëve bagëti. Për të parandaluar përhapjen në të gjithë bllokun, Komisioni Evropian ka vendosur zona të repta restriktive në Greqi, mbyllje të thertoreve dhe ndalim të lëvizjes së mishit e qumshtit. Kjo situatë ka shërbyer si paralajmërim për shtetet qinje që të zbatojnë me përpikmëri masat e karantinës dhe kontrollit kufitar.